Në kuadër të ditës së të moshuarve, nxënës të shkollave të qytetit të Shkodrës vizituan shtëpinë të moshuarve, duke sjellë një atmosferë të ngrohtë dhe respekti për banorët e saj. Të rinjt biseduan me të moshuarit mbi rëndësinë e tyre në familje dhe shoqëri, duke theksuar vlerat që duhet të ruhen dhe nderohen. Në këtë takim, nxënësit gjithashtu ndan një mesazh të veçantë për bashkëmoshatarët e tyre, të duan të respektojnë dhe vlerësojnë të moshuarit, pasi ata janë thesari i përvojës dhe kujtesës së qytetit. Shumë mirë ndihem që po vizitoj të moshuarit, sepse është një mundësi për ne që të bëjmë të lumtur të moshuarit edhe të kena sadopak shanse që me gëzu ata në këtë ditë. Normalisht që po, sepse të moshuarit kanë peshën e tyre në të shkuarën tonë, që kanë kontribuar që ne të kena këtë të tashme. Sot shumë mirë, se është një ditë e bukur e këndshme, mba qefish janë mirë, inshallah kanë shnetin tonë jetën, sepse kanë nevojë me na pallë neve, që nipa, që mesa, gjitha. Sot ndihem shumë e lumtur që bashkohem, sepse edhe unë kam gjyshe, edhe e nisi me thonë mungesën që nim për fëmijët e tyne, edhe ndjen shumë mirë që kena ardhur sot me shkollë për shnete dhe me i qeras me diçka të vogël. Kena qef mi u fal dashurinë që mund t'ju mungojnë për fëmijëve tyne, që mund t'i kenja shtetit, ose ndoshta nuk kanë pas mundësi nëse diçka mu taku me ta dhe kena armi u fal dashurisat për ta. Gjithmonë me kënë sa më pranë tyne edhe me u përkushtu me tana mundësi që kanë. Dojeni, si që doni për një, dojeni edhe gjyshërit tuaj, sepse nuk do zgjatë shumë kjo dashuri që kena për ta. Të dojnë të respektojnë që në xhamie nuk është shtëpia moshuarve për hallëgjie, për çdo gjë. Inshallah kanë shnetin. Banorët e shtëpisë të moshuarve mirëpriten vizitën me kënaqësi dhe falenderuan të rinjt për kujdesin dhe respektin e treguar ndaj tyre.